Nutricionistin Dr. Agron Regjepi e kemi sot në emision për të na folë në disa dimensione rreth agjërimit dhe muajit shenjtë të Ramazanit. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj, ka një kohë gjatë që s'kemi diskutuar për tema të tilla dhe po besoj që e rëndësishme ti thoni ato këshillat e juaja që i keni për të gjithë qytetarët, besoj. Gjithsesi, unë kisha mu lidhen me atë thanin që thatë se respekti do të jetë në nivel dhe për mi respektu atë që agjeron. Vetëm ai që është i respektuar dhe me respektu. Ai që nuk i ndin respektin shpirtin e vet, ai se respekton as tjetrin. Aq më tepër, doktor, që edhe ata që janë të besimit për shkak të krishterë, ishte e kreshma që kishte pas 163 viteve lexova dhe dëgjuam edhe sot që ishin bashkë. Po. Por nuk kam kuptuar vetëm diçka. Mund ma shpjegosh, ndoshta ti e din më mirë, atë punën e hënës që në Arabinë Saudite kishin nisur përpara Ramazanit, mund ta shpjegosh këtë për shembull? Po është çështje e kohës. Po këtu do të mbështetemi bashkisë islame edhe të zbatojmë rregullat e saj, jo të del që secili me rregullat vetat. Mirë po, fal atij respektit ndërsjellë dhe kjo popullat ka jetu, ka mbjetu shekujt të tanë. S'ka lidhje a është i krishter, a është musliman, ata janë vëllezër, ata janë një gjaku. Kështu që nëse vazhdojmë me këtë respekt, sigurisht se do të vazhdojnë harmonia jone, bashkëtesa. Që fatmirësisht e kemi pas dhe vazhdojmë me pas. E fatkeqësisht po lajmëron disa zërat çuditshëm ignorantë që mundon ka pak aty këtu me me prish nga pak, po sigurisht se janë të dështuar, kanë qenë dështuar, se me shekuj ky popull s'ka pas përçamje, s'ka me pas kurrë. Po, madje përçamje fetare hiç. Po jo, ndëgjoj, unë pak një hyrje në temë. Kum lexuar me një vend se shtetet që nuk na dojnë të mirën, miliona investojnë vetëm u mbjellën popullatin ndjenja se sot është më keq se para luftës, që s'është e vërtetë. Po me shti përçamje, pasi se këqyrin parën sa me dhanë peq. Po ato janë zërat heshtur, zëra që të denun fillim janë që kanë dështu. Ti lëm ata. Jo, më pëlqej hyrja se respekti do të jetë gjithmonë. Edhe mua më pëlqen për shembull që kur vjen për shembull Ramazani, familjet shqiptare mblidhen shumë rreth tryezës. Është muaj i begatis, i mëshirës, kur gjithë mëshirojnë një tjetër. Është muaj i ku socializohen njerëz, solidarizohen njerëz. Prandaj agjërimi si agjërim nga aspekti fetar është një adhurim. Një adhurim i cili ka për qëllim forcimin e komponentës shpirtërore dhe trupore të njeriut. Kur këto janë forcume, atër ekuilibrimin mes tyre bën që ai person të jetë i pranueshëm për shoqërinë. Nga aspekti fetar, edhe sigurisht se agjërimi gjatë muajit të Ramazanit që do agjëru se bën nga aspekti fetar që të fiton kënaqësinë e krijuesit të tij, se është obligim. Mirë po, në anën tjetër, nga aspekti mjekësor, kjo është një formë e abstenimit tek musliman ka çdo lloj ushqimit. Nga aspekti sa i përket komponentës fizike, por këtu abstenon, këtu është në agjërim e komponentës shpirtërore. Agjëron syri, agjëron goja, agjëron veshi. Gjithë mund është me thasë unë pa agjëroj, nëse përgojan, nëse ofendon, nëse ngacmon të tjerë nuk janë rahat prej te. Sa Zoti nuk ka nevojë për mos ngrënien tënde. Agjërime të gjitha shqisat. Komplet qenja njeri do të agjeron. Ma herët e përmendi që para iftarit nuk bën fort mi ngacmu disa persona. Gabim janë ata persona, se persona që agjeron do të jetë i qetë. Edhe tash agjerimi, pse do të jetë i qetë? Agjerimi pikrisht ndikon në sistemit nervor qendror. Eukefalina dhe endorfina janë dy mediator që lirohen gjatë agjerimit. Këta japin qetësi shpirtërore. Jo para iftarit mos më gotë se jam agjerushëm. Jo me ti do të me qenë shembull për tjetë, se qysh agjerimi të forcon, po t'jep lumturi. Për këtë arsye të mirat e agjerimit janë të shumta. Feja nuk do me të damtu. Zoti nuk të obligon ty me damtu shëndetit, se Zoti s'ka nevojë që na të likështohemi. Madje është i preferuar për ata persona të cilët janë mirë me shëndet, jo për të tjerët të cilët nuk munden për shkak të rrethanave të ndryshme, nuk është e obliguar. Çfarë lehtësimi, çfarë urtësie ka këtu? Nëse je udhëtar, si je obliguar me agjëru. Udhëtar, s'ki asnjë smundje. Veç kemi udhëtu prej një vendi në një vend, kilometrat e saktë. Që nuk është ndonjë problem i madh. Po jo nuk. Dhe mundesh. Ki lehtësim. Feja jep lehtësim.
Nëse veç të shtyhet procesi i shërimit të një smundje, ti si je obligu me agjeru. Jo me atë kokë fortësin, unë jam musliman i fort, unë se prishë agjerimin, po i devotshëm, tash po e rrezikon shëndetin tënë. Jo, Zoti nuk do ty me rreziku shëndetin tënë. Po jo as në atë kategorinë tjetër, siç kam përmend disa emisione, po ndajmë kamas më me agjeru, po nuk pengo kama me agjeru. Mirë, po këto do të me gjetën atë ndërmjetësën, edhe me qenë komponenta trupore, shpirtërore në harmoni njëra me tjetrën, ai person gjithsesi do të jetë në harmoni edhe me shoqërinë. Patjetër. Ditët e para të agjerimit për disa persona apo në përgjithësi janë pak paraqiten me kokëdhimbje për shembull, e dëgjojmë, ndonë se të unë nuk shëndon kjo. Sa po ka nisur Merita? Jo, edhe pse po abstenojmë edhe nga duhani edhe nga kafeja, por jo, s'ka ndonjë shaj kokëdhimbje apo diçka. Përgjithësi tek maraklit e kafes e çajit zi, mund të lajmërohet kjo pse është i mungesë e kafeinës. Për këtë arsye preferohet të paktën 2-3 javë më herët të para përgatitet organizmi. Po, jo, veç të shpërndahen 2 skajt e ditës. Që gjatë ditës të adaptohet organizmi në mungesën e tyre. Po, mos harrojmë se edhe agjerimi është një lloj stresi për organizmin. Prandaj duhet hy dal nga dal. Jo rastësisht janë preferencat agjerimet intermitente nga aspekti javor, kur agjeron disa ditë jo, më para përgatit organizmi për muajin e agjerimit, po e njëjta gjë vlen edhe pas agjerimit. Mirë, po tash i përmende kokëdhimbjen, të disa dhimbje të pjesëve të ndryshme të trupit mund ta i bru në ditët e para. Pse vjen ndaj te kjo? Agjerimi nëse bëhet si duhet, edhe kemi kujdes në ushqim, jo me qarros me shpërdy vetën kohën e iftarit, pse ku ma agjeru ta në ditën e tash me agër sa për 2 ditë. Ajo është gabim, se si ke arriti anën aspektin shpirtëror e ke realizu, po atë fizik jo. Prandaj nëse bëhet ushqyrja si duhet, edhe ose para përgatitje, po edhe ushqyeshmëria gjatë kohës së me një ceremoni, me ngadalë. Ajo ishte dashur të reflektoj me një zbritje të peshës. E që kjo nënkupton shkrirje të masës dhiamore. E që kjo nënkupton zbrazje të depove me toksina që kanë qenë akumuluar. Apo pastrimi i organizmit, nëse mund ta quajmë kështu. Po, e tash ato toksina që tirohen dhe që pastron, që largohen prej organizmit, ato ngacmojnë baresat nervore në organizëm, mund me dhënë kokëdhimbje, mund me dhënë dhimbje të pjesëve të ndryshme të trupit, muskujve, për këtë arsye preferohet stretching të bëhet, zgjatje të muskujve gjatë Ramazanit, edhe aktiviteti fizik nuk duhet të largohet nga përditshmëria jote. Të jetë para dite apo pas iftarit? Tash është punë e qefit. Unë preferoj edhe gjatë kohë, gjatë ditës, pse kjo kishte me nxit atë procesin e autofagisë. Kishte me nxitën atë, mandej edhe procesin e glukoneogjenezës, kur stopohet shpenzimi i karbohidrateve edhe futen në proceset metabolike yndyrnat. Pra, detoksifikimi i organizmit apo edhe shkrirja masës dhiamore. Prandaj ti ke marrë shkallët sot për të ardhur në katën 18 ne apo jo? Jo ku marrë, nuk i kam përdor shkallë, po ndoshta të poshtë do të përdor. Edhe këto po kam marrë, kam, jo me. Mirë, një ide mirë kjo. Për kolegët tanë. Jo, është mirë të shfrytëzohet. Është mirë të shfrytëzohet muaji i shajt Ramazanit, po jo veç ky muaj. Po me agjerimet të vazhdohet gjatë të jetës. Jo non-stop, po në periudha të ndryshme kohore, agjerimet janë të lloj-llojshme për benefitet fizike. Agjerimi ka në fete tjera, po normal. Secila ka të mënyrën e vet, por ka periudha, domethënë të ndalesës së disa ushqimeve, krejqëllimi është që të bëhet pastrimi i organizmit. Në forma të ndryshme, se është një ajet kuranor ku thuhet agjerimi është bërë obligim, ashtu siç ishte për popujt tjerë. Këto hynë edhe të krishterët, edhe jahudit, edhe hebrejt, edhe gjitha edhe hindus, e krejt kanë format ndryshme të agjerimit. Sot shikoja një shqetësim mes disa kolegëve të mia në kafen e mëngjesit, ishte puna e minutit, kanë gabu në 1 minutë për shembull tek syfiri ose tek iftari. Është gabim i madh ky? Ka tolerancë, ka tolerancë, tash prej kohës atër s'ka pas orë kur është akshami, sabahi, nëse flasim me është një tolerancë prej 18 minuta, mirë po s'do të tash unë është koha për shembull
sa ishte sot, po tash unë po i shfrytëzoj këta 18 minuta. Disa i shfrytëzojnë. 18 minuta? Po, mund disa mi shfrytëzu, unë tash s'po tham i shfrytëzu. E qartë, çka janë këta 18 minuta? Po, është një hapësirë mes imsakut edhe kohës kur fillon koha faljes së sabahut. Po, unë isha në Mekë në 2016, 10 net e fundit Ramazanit, dhe është interesant atje dhe në momentin e fundit hajnë. Mande i thirret e zani, i peta sinjali që unë ndërprej, mande koha e namazit e gjitha këto me rend. Mirë po, tash mirë është të kemi kujdese, Ramazani është edhe shkollë për vetë disciplinë, është shkollë e vetë kontrolit. Tash vetë disciplina e kërkon edhe që t'jesh i përpjekt edhe në minuta. Mos e prit bash minutin e fundit. Që i lënë 2-3 minutë ma herët nuk bëhet i problem. Që t'jesh ma sigurt. Tash çka duhet t'i kushtohet rëndësi gjatë kohës Ramazanit? Ushqyeshmëria duhet t'jetë si duhet. Gjumit duhet kushtuar rëndësi se kemi një ndryshim të ritmit biologjik. Sidomos tek syfyri, domethënë, kjo është pjesa që më duket paraqet pak problem. Duke di që në vendin tonë nëse bëjnë nuk duhet ta anashkalohet në asnjë mënyrë syfyri. Po do të kthehemi te kjo, po flas për vendet islamit të cilat janë dhe për fillin, siç e thatë edhe ceremonia, më pas pushohet, domethënë nuk punohet gjatë atij muaji, është një lloj feste e përgjithshme që bëhet. Qofse flasim për vendin tonë, për Kosovën, janë rrethanat ndryshe, domethënë është e vështirë kjo pak për ritmin dhe funksionimin. Ju e tha që është shumë i rëndësishëm syfyri, por ky gjumi flej një herë, zgjohu, flej nëse mundesh edhe një herë, zgjohu edhe një herë, pak problem. Është muaj i sakrificës. Tu kemi ndryshim të ritmit biologjik. Kjo është, unë këtë muaj e krahasoj sikur 12 muaj e ke punë të vazhdueshme këtu ku punoni ju, po një muaj mbrapa këtij 12 muajshit e ke pushim. Mu marrë me vetën tande, me rikuperu vetën tande, me rifresku vetën tande. E njëjta është e gjatë mujtë Ramazanit. 11 mujtë po hanë po pinë qka po donë, po banë qka po donë, mirë po një mujtë e ke të obligu. Nëse vazhdojnë të ma shumë, a është në të mirën tande. Mirë po tash të kë gjumi do të kushtu rëndësi. Hidratimit, nuk po në asë një mënyrë të anashkalohet hidratimi. Prej iftarit e në syfyr do të jo për një herë. Pa ndërprerë, por ko pas kohë? Me glën, ka herë pas herë. Sami Frashëri thot që uji që pijet nga dalë shumë etjen. Prandaj uji duhet pi nga dalë dhe gjatë tërë kohës të jemi të hidratuar si duhet. Duhet kushtuar rëndësi aktivitetit fizik. Jo pa agjeroj, tash do të shtrit tankon, unë jam agjerueshëm. Po ti po e kryen një obligim, po ti po e kryen një obligim, po ti obligime tjera i kishe duhet të më vazhdu njëjtë, sa e nuk të pengon. Një person, për shembull, të marrë 75 kg, me një ndërtim normal të trupit, apo 82 kg, ai mund të jeton, vetëm ujë nëse pin, mund të jeton me ditë tona pa ushqim. Kështu që nuk është ndonjë problem, nuk është një arsyetim, unë jam agjerueshëm, unë nuk punoj. Unë jam agjerueshëm, mos ma prishti qefin, jo, ti je këtë normal si njerëz tjerë. Ti je këtë normal si njerëz tjerë. Përkundrazi ti do të më dhash shembull që agjërimi të ti po bën ndryshim. Edhe në komponentët trupore, po edhe në atë shpirtërore. Po, syfyrin e përmende. Nuk bën të anashkalohet. Kjo është një nga gabimet që shumë prej nesh i anashkalojmë. Për shembull, unë anashkaloj syfyrin. Po është gabim se për hir të asaj mos të prishi gjumin. Prishi gjumin. Ço bën syfyrin se syfyri është një vakt stabilizues. Një vakt që e rrit qëndrueshmërinë tonë edhe gjatë ditës, edhe ta mban nivelin e sheqerit aty ku duhet. Por më herët e bisedum, jo rastësisht në orët e hershme të mëngjesit, pas një agjerimi disa orësh, bën analizat laboratorike. Pse niveli më i ulët i sheqerit, i glukozës është në ato momente. Për këtë arsye syfyri e rrit qëndrueshmërinë tonë, edhe na bën që gjatë ditës të jemi më rahat. Nëse nuk e han, nuk është që bën, nuk i bën nëse mundesh të shndrosh pa ta, nuk është e dëmton. Jo, më mirë keme kalu nëse e han syfyrin. E më mirë të flesh përsëri nëse han syfyrin apo? Po pse, do të pasur kujdes çka po konsumon në syfyr. Janë disa ushqime që nuk preferohen. Për shembull, ndaj pite mund është me hangër. Për shembull, ndonjë çaj zi, kafja nuk preferohen në syfyr. Pse edhe janë diuretik, që të shtin mi largu langjet, po edhe ngacmojnë sistemin nervor që s'mundesh me pushu.
Ambëlsirat nuk preferohen në syfyr, pse shkaktojnë një rritje për njëhershme të insulinës, e cila me kohë që në një hipoglikemi të lajmërohet ndjenja urisë shumë shpejt. Këto mund të arsyetohen në përdorimin e gjatë kohës së iftarit, po jo në syfyr. Syfyr preferohen të jenë ushqimet e lehtë tretshme, për shembull tërshëra, të shtohen këto disa, për shembull 3-4 kokra arra, badem 5-6 sopa dhe 10 mas shumëti, mund është 4-5 kokra lajthi, pasaj mund është mishtu pakës farë liri, farë cez, farat llojeve të ndryshme. Farat të ndryshme, një lugë gjellës mund është mishtu edhe vaj u liri. Doktor, janë rritur çmimet, doktor, sidomos për këto produkte. Unë tregova për gjitha, jo, edhe të rëki 1 kilogram që të bënë sa dush. Me 2-3 po flasë, me 2-3 kokra, ha? Me kokra, në du të ashtë 1 kilogram. Po flasë me kokra, me numru, edhe i qetë edhe gjitha përfitimin. Pse këto janë me rëndësi? Këto do të mbajnë më të ngopur gjatë ditës, edhe kemi marrë gjitha, mande kemi marrë fibrat e nevojshme. Një problem që mundet më lajmëru të agjërusit, me qenë se agjërimi në islam dallohet prej agjërimeve tjera. Këtu e ke abstenim të plotë nga gjitha llojet e ushqimeve. Prandaj problemet mund mu lajmëru tek peristaltika e zorëve, tek kapslëku. Për këtë arsye preferohet që hidratimi të jetë si duhet, edhe të mirët ushqimet e pasura me fibra, sidomos në kohën e syfyrit, kur fibrat do të bëjnë punën e vet, edhe ai ushqim është i tretshëm, ma lehtë i tretshëm. Jo po qona në syfyr, po ha pasok. Jo, vëse ka me të dharë shqetësime, ka me të mundu. Mandej, të zbatojmë, pra po këthejnë atë një ajet kuranor, hani pini mos e teprani. Vetëm e kita ajet mund të shkruhet liberitar. Hani pini mos e teprani, në asgjë. Kjo tash edhe në syfyr. I po qosh, po hanë syfyr, po s'do të se s'kemi pas pa mundësi një javë me hangë. Haje një ushqim zakonshëm. Jo bre, haje një ushqim zakonshëm. Në Ballkanit hani pini deri aty më pas pjesën tjetër, se ku nuk i shikojnë kur pijem. Jo, po se të prani. Edhe tash gjatë ditës aktiviteti fizik po s'mungon. Po kthehemi, po mbritëm te iftari. Iftari preferohet të prishet kryesisht me ujë. Pse? Uje është ai që absorbohet mas lehtë. Si tjetë i sheqerosën, pengon absorbimin. Me uje me hurma? Po, ujen, 2 gotë sa të kesh nevoj, edhe 2-3 kokra hurme mjaftojnë. Do të rritet niveli sheqerit, absorbimi, hidratimi do të rregullohet si duhet, pastaj një supë mund të pijet, një salat edhe ndërpreje. Qau, krye aktivitetet tjera të paktën për 10-15 minutë, 20 minutë. Hala ma e mirë kështë me qenë, nëse nuk i konsumon këto edhe për një kohë pak më të gjatë. Me gjatë, po me lënë distancë. Dhe të ndatë iftarin në 2-3 edhe 4 pjesë tjera. Nuk është ndodhë faktikisht, në shumicën e rasteve, ja rastet rralla. Para furave të bukës, plet një rrallë. Hala, kjo është vetë, ta është e bisedojnë. Ama fatkeqësisht... Po e jona është kjo. Jo, ta është e bisedojnë këthejmë i kësa. Po fatkeqësisht gjatë kohës së iftarit, ne jemi dëshmitarë se thirrën njerëz me bajt mysafir, gjëse cili, po, mysafir, dhe jemi dëshmitar se aty ban keq përdorimet, aty ban abuzime me ushqime, shumë ushqime, shumë ushqime kalorikon, çka tash pasi peshpërblen organizmin se ku ma gjëru ta ditën. Tash peshpërblen me ushqime sa për 2 ditë 3 tjera kemi marr kalori. Çka ndodh tash? Ti atë obligimin shpirtëror pe kryen, po e dëmton organizmin faktikisht. Aspekti fizik nuk i përfiton. Prandaj duhet pasur kujdes që iftari të ndahet, nëse dojmë mos me pas turbulenca, nëse dojmë mos me pas probleme me tretjet të ushqimit, iftari duhet të ndahet në disa pjesë. Prishe me ujë, hurme, pije një supë. Mund është një sallatë me ose një kafe. Po, mandej është një pauzë. Ata që janë agrus, po. Bile për ata që praktikojnë edhe namazin, faljen, është e preferuar me kafja. Pse i kthjell, janë më të gatshëm. Pse të ndahet në disa pjesë? Namazit, ai që agjeron, ai edhe falet. Namazit taravisi ka 33 recate. Nëse jo gjithë, ka shumë që agjerojnë, por s'bëjnë namaz. Tash 33 recate, ato lypin në përgatitje fizike. Nëse i ke mbush luktin e kur bish me kryen sejdë, ty ka metar me këthy ushqimin. E vërtet. Prandaj me pas ma letë duhet të jesh i përgatitur, mbaj organizmin, mos e ngarko shumë. Ta natën ne kin dispozicion me hangër shpesh nga. Deri në syfyr, deri në mëngjes. Jo një herë të stën ngarkoj organizmin. Dhe ju që dojnë të shkojnë te doktori, mos shkoni por iftar. Nëse dojnë të konsumoni shumë, se vetëm një supë, ujë dhe hurma. Kështu është rutina jote që e bën vazhdimsi, domethënë me ujë, me hurme.
nuk e teprojnë asgjë. Veç e kombinon me ndaj flime, nuk jam me atij ekstremit që s'bën në asnjë mënyrë. Jo bre, bën qysh jo, po veç mos e tepro. Me një vakt tjetër pasi. Krejt po nga mos e tepro në asgjë. Përndryshe nuk jam as në atë ekstremin që nuk bën kjo në asnjë mënyrë, as në atë tjetrin ekstrem që po më ha çka dush. Jo. Ha, veç mos e tepro në asgjë. Disa njerëz i dëgjojmë duke thënë se nuk e di, guxoj për shkak të shëndetit. Mirë do të ishte që ata të konsultohen me mjekun. Për shkakun nëse flasim për ata që kanë sëmundje diabeti. Disa studime thonë se agjërimi në fakt ju ndihmon, ju bën mirë. Po, nëse është diabeti kontrolluar. Nëse agjërimi është obligim nga Zoti, mirëmbajtja e shëndetit tonë është amanet nga Zoti. Prandaj, ne amanetin nuk e çojmë vend shpesh. Duhet mirëmbajt shëndetin tonë. Jo, si që përmenda më herët, unë jam shumë i devotshëm për damtoj shëndetin. Nëse është, më thash që veç nëse shtyhet koha shërimit, si e obliguar me agjëru. Mandej, nëse ki probleme kardiovaskulare të rënda, me shtrëngime, me probleme, si e obliguar me agjëru. Probleme të veshkëve, sistemit urinar të rënda, si tash probleme që se cili kemi nga pak probleme. Mirë po, duhet shfrytzuar të mira të agjërimit se ky dina me shëru. Ka procesi autofagjisë që bën vetë pastrimin e organizmit, që lizat e damtume i zbërthen, edhe prej tyre fiton energji. Pastaj ekonomizimi punës së organeve. Zemra punon për disa mijë herë ngadalë. Mëlçia 5-6 orë ma ngadalë punon gjatë kohës së agjërimit. Zort po ashtu punojnë ma ngadalë. Prandaj duhet pasur kujdes. Te diabeti, nëse është diabeti qëndruar, agjërimi ndikon edhe në rritjen e ndjeshmërisë muskujve ndaj insulinës, po edhe në sekretimin, normalizimin e sekretimit të insulinës. Po nëse kemi diabet pa kontrolluar, edhe vlerat bin ndër 3.9 millimol, do të ndërprej. Sa atë do të lajmërohen shenjat e hipoglykemisë që shkojnë me një dridhje, me ethe, nuk bëjnë mirë, do të jetë konfuz, nuk do të jetë i orientuar si duhet, atëherë rrezikohet do të ndërprej. Pastaj do të ndërprej nëse ka diare, ka një helmim alimentar apo një infekcion, ka diare të shpeshta, ka vjellje të shpeshta, do të ndërprej, se kalon në dehidrim. Pastaj nëse probleme tjera që për shkak që ngritet në kam, s'mundet me qëndru, me majt balansin, po ka pak marrëmendje. Nuk është tash për marrëmendje të zakonshme, se çdo njeri prej shumica e agjëruesve, kur të ngritin kam për një herë, ju ndodh një marrëmendje. Po nëse është e qëndrueshme, që s'mund të jesh stabil në ecje, do të ndërprej. Qëllimi i agjërimit nuk është më të penguar. Jo, qëllimi është me përfitu të mirat Ramazanit, agjërimit, aty është qëllimi, jo me damtu shëndetin, po me përfitu nga agjërimi. Po. A ka ndonjë rregull që për shembull në këto raste në asnjë mënyrë përveç këto që i the nuk bën me agjëru? Po është për shembull smundjet malinje të mëlçisë, nuk preferohen në asnjë mënyrë po agjëru. Pastaj unë përmend ato tek problemet akute, pastaj tek problemet kardiovaskulare kur ka shtrëngim apo kur e ka tash nuk mundet medikamentet mu shpërndan 2 skajt e ditës, edhe aty po gjithsesi do gjatë ditës për shembull ka 4 herë në ditë, 3 herë në ditë me përdor, edhe ato raste duhet me pas kujdes mos me bë keq menaxhimin e trajtimit të smundjes së tij. Po gjithsesi duhet të konsultohet me mjekun, çdo person që ka probleme shëndetësore, është mirë të konsultohet me mjekun e tij që e trajton, edhe të gjejë se plani i ushqimit nuk është i njëjtë për të gjithë. Prandaj, edhe ai që ka probleme të ndryshme shëndetësore duhet adaptu, duhet përshtat planin e ushqimit. Edhe ai këtë bën arrin konsult me mjekun nga i cili trajtohet edhe përcillet. Po patjetër. E përmendet që sa procesin e autofagjisë. Ne thamë edhe më herët që ka dhe të besimeve të tjera, jo vetëm muslimanë të cilët agjërojnë. Qoftë në këtë mënyrën që agjërojmë ne, por ka dhe lloje të tjera të agjërimit apo abstenim për qëndru me orë të tëra, pikërisht për procesin e autofagjisë. Për një muaj arrihet ky proces, domethënë që të bëj pastrimin e organizmit nëse nuk e përcjell para dhe pas? Procesi autofagjisë është një proces i vetë pastrimit të organizmit. Për shpjegimin e mekanizmit të tij, biokimisti Ohsumi japonez ka fituar në 2016 çmimin Nobel.
Edhe kjo tregon se çfarë mënyre organizmi vetë pastron veten. Kur arrihet kjo? Nëse agjerohet më shumë se 12 orë brenda ditës. Është organizmi është pastër pa ushqim. 24 orë, disa shkojnë edhe në 48 orë. Kjo është shumë individuale. Ai procesi, mekanizmi i autofagjisë nuk është i njëjtë për çdo person. Po nëse vazhdohet në një kohë më të gjatë, kjo sigurisht se do të arrijë të mban organizmin në një fazë të vazhdueshme të procesit të autofagjisë. Këtu nuk kupton që mund të pish ujë për shembull apo mundet meranësi është uria, mu shkaktu procesi i urisë e nxit atë proces. Mbi 10 orë agjerim do të aktivizohet procesi glukoneogenezës, kur glukoza, sheqert dhe karbohidratet ruhen, shpenzohen yndyrnat. 12 deri 24 orë, te disa mendohet që shkon në 48 orë. Kjo është individuale, aktivizohet procesi i autofagjisë. 17 orë agjerim aktivizohen qelizat burimore, nga të cilat mund të zhvillohet çdo lloj qelize në organizëm, që tash në eksperimentet e sotshme përdoren shumë për trajtimin e sëmundjeve të pashërueshme që na mendojmë se janë pashërueshme. 20 orë agjerim, fillon agjerimi me ndikim i zvogëlu pllakzat amiloide. Pllakzat amiloide janë depozitime jo normale të proteinave në qelizat nervore, e që mund të shkaktojnë sëmundje degenerative, çfarë është Alzheimeri, Parkinsoni. Mirë, po këto duhet tash mirë bane pyetjen, a mjafton një muaj? Mirë kështë me qenë që unë më herët thash që jo vetëm me një muaj të përfundon, po gjatë tërë jetës të zbatojmë një lloj agjerimi. Koma s'kohet. Kjo sa është interesant. Agjerimi është i mbjellur, Zoti ka mbjellur në natyrshmërinë e njeriut. Gjithë secilit i ka ndodhur se ka problem shëndetësor. More gjithë të mirat e botës, birja se ati si hatë, si pijet. Pse pikrisht për shkak se ka nevojë organizmi me aktivizuar procesin autofagjisë, me rujt energjinë për me e vetë shëru vetën e tij nga ai problem që ka. E tash si çka shfrytëzohet? Qelizat e vjetrume, qelizat e damtume, të smuta, ato organizmi i zbërthen, procesi autofagjisë, edhe i shfrytëzon për përfitimin e energjisë, për mbrojtjen e organizmit. Po, në këtë agjerimin që e bëjmë ne në muajin Ramazani, faktikisht nuk flitet për orë kaq të gjata, për abstenim kaq të gjatë, por verës kem pas. Verës po. Verës po ka qenë. Tash është pak më e shkurt, po mirë po është gjithsesi ka përfitime, mirë po e mira kështë me qese, ndërsa tash organizmi do të përgatit për këtë muaj. Tash, më herët do të me fillu, dal nga dal me përgatit organizmin prej këtij rrafshin këtë rrafsh me kalu. Kur t'jem këtë rrafsh, e tash po përfundon muaji agjerimit, na po kalojmë rrafshin tjetër. Edhe këtu nuk bën ta bëjmë një kcim për një herë, erdh Bajrami, hapi sa të mundër se kemi pas probleme. Po është mirë të shkohet dal nga dal. Tek muslimanët janë 6 ditë muajit Shevall, ku duhet përcillet, e kjo pikërisht shërben si kur shkallë që nga ky rrafsh të zbresim këtë rrafsh. Do të thonë ato 6 ditë shërben si shkallë për shumicën. Po, unë kisha me preferu të jetë kjo një rutinë jetësore, ta bëjmë një jo për ditëshmëri, po t'jetë një pjesë e jetës tonë që her pas here ta agjerojmë. Pse të mos bëjmë aktiv ata procesat autofagjisë, nëse kemi shëndet mirë. E Ramazani është më i lehtë tani në dimër apo në verë? Sigurisht dimër. Në dimër. Dhe verës kem pas rast 18 që agjeru, dielli, po nxehtësia që ta këto. Temperaturat e larta. Po, mirë po, unë mendoj që ai që agjeron gjatë muajit të Ramazanit, ai nuk agjeron të përfitoj në shëndet fizik, po e agjeron që të kry një obligim që ka nga kryusi i tij. A e prisha unë agjerimin, është ora 12 për shembull, dhe shikoj në një pasiqëri, një tort, një pastë të mirë, e themi, sa e mirë kjo, sa e mirë duke, sa e ëmbël mund t'jetë e prisha unë me sy? Jo, nuk e prisha. Nëse se ke hangër, se ke prish. Me shisën e syrit. Jo, me shisën e syrit nuk e prish. Pa e kërku. Pa e hangër jo. Pa e hangër, pa e prish. Po mos i thuj si do qoftë. Po mirë është mi ka ty des prova. Mos me ngarku vetë. Vështirë me rezistu për atë. Edhe që është pasticqeria në rrugë të shmangë. Alo, si mu Nëse ki dopsi shmangë, e të tjetër kupo. E këto reklamat nga njerë në bënë me sy. Por ëmbëlsira bën edhe në iftar, domethënë, por jo asesi atë në syfër. Mos me tepru jo se jo. Po edhe në iftar mirë është të shmangët, në përgjithësi gjatë jetës mirë është që ëmbëlsira të mos teprohen, se përveç shijes të mirë, pak ka benefite prej tyne. Por janë disa ushqime, po? Po, nëse dën gjithë qyrt, se ndëqar, njeriu shpesh do të me komuniku me trupin e tij, ta lyp
shijen e njelmt, merre se ka nevojë organizmi. Ta lyp tharptën, të ildhtën, herë të ëmbëlën. Mbledh pak më shpesh. Veç pse të pra. Po aty deshta ato. Se tash po i lyp, jepi. Po cila është më e mira? Më e mirë është një lugë mjalt. Pastaj merr hurma, merr pemë. Vetëm diçka se ke përmendur, me qemi në fund me sarmën nuk e ke përmendur. Ajo që është tradicionale. Po e kemi një kronikë që do të na flas pak për sarmën për fund çelam. Hani peni ose të vradi. Se dua. Faleminderit shumë për këshillat. Ishte kënaqësi.